Pra, duket sikur ka një balans tani, sepse nesër Erion Veliaj do jetë gjykatën kushtetuese, një zhvillim që do flasim. Përflitet për urdhra, detyrim paraqitje apo paraqitje në SPAK për pushtetar të lartë, edhe një nga opozita duket sikur është një peshore farmacie SPAK-ut që shiko se po godasim këte, po ja po godasim dhe këte? Basha nuk përfaqëson asgjë aktualisht. Aktualisht jo, por nëse i referohemi të dyja çështjeve, qoftë 21 janarit, qoftë lobimit rus, ka qenë pikkyça apo jo? Dhe ka ç'të thot atje, qoftë edhe si dëshmitar i çështjeve. Tani për 21 janarin, thash edhe një herë, unë nuk e besoj të 21 janari, por me që është një arsye e hedhur në treg, Basha ka qenë ministër i brendshëm, por të gjithë janë koshient që edhe nëse ka patur një urdhër për të qelluar mbi turmën, ai nuk ka qenë i Bashës. Edhe pse zyrtarisht ishte ai komanduesi. Mund mos ketë qenë i Bashës në atë që ka ndodhur në zyra të kryeministrisë apo në ambiente, se ne nuk e dim, se nuk ekziston videoja, kamerat nuk punuan dhe ne nuk kemi asnjë provë tjetër përveç se ai thot. Pra, jemi në këtë situatë juridike, por juridikisht mund të jetë njeriu kyç që mban përgjegjësi për dhënien e urdhrit apo jo? Flas në mënyrë institucionale, juridike. Tani ose duke ju referuar sërish supozimit. Po, patjetër. Në spekulim jemi. Ose Basha do duhet të mbajë në përgjegjësi për atë që ka qenë, ose po t'i referohesh atë deklaratës së tij që tha u thrita në cilësinë e një personi që ka dieni, mund të ketë dieni dhe të dëshmoj për atë që ka dhënë urdhën realisht, që në këtë rast është zoti Berisha. Kështu që ose për përgjegjësitë e veta, ose për të dëshmuar për Berishën. Nuk shoh arsye tjetër më për çështjen e 21 janarit. Edhe pse kjo historia e 21 janarit kujtohet çdo 21 janar kur socialistët marrin një shami në dorë dhe nga një karafil dhe shkojnë tek vendi ku u vranë ata fatkeqët që u gjendën në momentin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Në vendin e gabuar. Presim dhe shohim se si do të jetë çështja Basha, ndërkohë që ditën e nesërme vëmendja është në gjykatën kushtetuese, ndoshta jo aq për faktin se çfarë do të thonë palët, por për faktin se Erion Veliaj do të jetë prezent ditën e nesërme. Pra, zyrtarisht ne kemi mësuar që zoti Veliaj do të jetë, madje ka dhe të drejtën e një fjale. Cilat janë pritshmëritë për ditën e nesërme? Si e sheh? Vendim gjykata kushtetuese nuk pritet të japi nesër, do të dëgjojmë palët, ndoshta tërhiqet trupa gjykuese për të një vendim, por si e sheh ditën e nesërme? Çfarë mesazhi mund të prodhoj? Qoftë dhe vetëm prania e Veliajt dhe vetëm fjala që mund të mbaj. Tani një instancë gjyqësore është normale që pala e akuzuar në këtë rast të ketë minimumi të drejtën për të dhënë opinionin e vetë dhe këtu nuk kishte asnjë diskutim, asnjë dyshim që prania e zotit Veliaj ishte një drejt absolute e tij. Gjykata e pranoi, administrata e burgjeve nën jurisdiksionin e Ministrisë së Drejtësisë e deklaroi qëndrimin e saj do ta mundsoj këtë pjesëmarrje. Është një përpjekje për të bindur që është shansi i fundit për le të themi betejën e tij politike, sepse betejë ligjore është në tjetër gjykat, në gjykatën e shkallës së parë, por betejë politike është ajo që vendoset nesër, nëse Veliaj do ta vazhdoj në një vendim të mundshëm që të rrëzoj vendimin e Këshillit Ministrave për shkarkimin e tij dhe pastaj historia vazhdon me